Hillary, si e ka si e ka merë Economic Hitman, po. Economic Hitman. Ajo është një libër i jashtëzakonshëm. Po ta lexosh atë domethënë, ti bëhesh shëthull. E di çfarë duhet shtoj sepse kjo është më ajo që është me vërtet shumë interesante dhe zgjyna mos shkruhet. Po nëse ti ke shkruar shumë shpejt nga ka vizimi, domethënë nuk e ke vazhdu. Tani gjatë atë që një kavje. Në moshën më të mirë kam qenë shumë i varfër. Moshën më të mirë, domethënë atë periudhën para post-adoleshente, le të them. Bravo. Dhe natyrisht ka pas probleme të jashtëzakonshme që i duhen njeriu që të krijojë logjik të ftohtë. Pra, nëse nuk bie në momentin që ti thosh vetes do vras veten, ti nuk bëhesh rob, nuk je rob. Në momentin që thu që s'po e vras veten se s'po gjej gjon me vra, në atë moment ti ke aq poshtë sa nuk mund bish më poshtë se aq dhe fillo pastaj të analizosh gjithçka. Se unë kam kaluar gjithë ato faza dhe shumë herët. Ishte shumë e thjeshtë për mua që të analizosha gjithë pikat. Po çfarë duhet të nxjerrë, se kjo është qershia mbi tort. Dhe më vjen mirë që nuk e harrova. Të gjithë usulen kundra komunizmit dhe folën kundra komunizmit. Dhe bën lek kundra komunizmit. Domethënë, përveç qofteve që ushitin pazar, përveç çfarë them ty birrave dhe aty në pijeve me ngjyrë njëri tjetrën, industria më fitimprusme ka qenë e shkruajtur për antikomunizëm. Fondacionet o ju thot ambasadat. Kjo ka qenë, domethënë, dhe çfarë vuna re atëherë dhe çfarë më kriu bindje tash është mënyra sepse unë në 90 pra po bëj vetëm këtë fakt, unë kisha një besim të papar tek Ismail Kadareja. Pra ishte Ismail Kadareja, ishte Dr. Agulli, ishin ca figura që ishin gjithë njerëz të shkencave me Mojkom Zeqën, që kisha i besim, se ishin krijuar si figura me emër kështu, dhe thash natyrisht po të krahasoj Ismail Kadarejan për shembull, e fusim kot me Palimiskën, thosha Ismaili, po tash Ismaili do i thot Palimiskës një gjë, ti duhet bësh fizkulturë, një tjetër çai bidëm. Kuptim në ekonomisë dhe tjetër, kështu që kur përplasim këto dy mendime ne do vetojmë. Populli do votojë, kështu e menosha pluralizmin. Okej, do votoj për Ismail Kadareja. Dhe Ismail Kadareja, çfarë bën? Arratiset ku ne priqim pikërisht këtë lloj kalimi. Dhe ai ishte çelçi që u përdor nga PD-ja për djeg gjithçka. Pra këtu vazhdon të jetë diktatura e egër, kështu që ne do djegim qatë jetë në kom, dhe nuk lanë as bim, as domot e pashu. Dhe kanë qenë dy personazhe që ne i kemi ftu, unë doja të ftoja njërin në fakt për intervistë, ti e ke ftu njërin, atë nga Shkodra. Dhe ishte edhe djali që na ka thonë atë për Krujën. Dhe ai tregon, të dy këta tregojnë gati një moment në dy qytetet ndryshme, ku vishin forcat e azemajtarit, duke dalë gjysë lakurisht në për makina ose mbi makina, që sapo kishin shkatru një fermë, sapo kishin vonë zjarrin një ferme, duke gërthit me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Të dy këto, dhe merri keq që nuk e ta thash këtë si ashtu që ta pyesje për këtë moment. Pra dhe ky burr dhe ky tjetri, të dy këta intelektualë, në farmase, tregojnë këto dy momente nga jeta vet, domethënë momente që i kanë shokuar. Të dy këta ishin kundra sistemit. Unë do të tregoj një rast tjetër, Arido isha në Itali dhe te shtëpia e njërit që kishte qenë edhe kryetar bashkie e Arecos, dhe ndër investitorët e parë më në Shkodër të fabrikën e tullave, kishte hedhur 1 milion euro aty në atë kohë, që nuk ishin pak, sot janë shumë. Atëherë ishin akoma më shumë, dhe më tregonte që e mora atë kishte ikur me aeroplanin e fundit në 97-ën. E mora thoshte fabrikën e tullave, ishte në gjendje pune, jo, po prura teknologji të reja për të bërë produkte të reja. Dhe ditën e tretë më vun gjobë, u ankova në polici, flasin bas në të dyshit. Më thonë pra të bëjmë një tjetën dhe më hodhën e erë eskavatorin që merr të argjilën. Bas kësaj, tha, shkova
në një vend tjetër që lidha kontratë për të marrë argjilën, dhe vetëm në 97-ën zbulova që ai nuk ishte fare pronari asaj, apo don çfarë rrum pallë ka qenë. Dhe çdo herë sa herë shkoja në Itali dhe kthehesha pas 10 ditësh, gjeja nga 100 punëtor të regjistruar më tepër në ndërmarrje me dhunë nga të fortët e zonës aty. Ky është kapitalizmi që ndërtuan. Tani që mos t'i themi neve, sepse nuk më pëlqen fare si kështu. Është kjo liria, dhe kam parasysh lirinë e viteve 90. E di kush ishte liria, se në gjithë gërthitën për liri. Edhe njësoj si tjetë, më shumë se tjetë. Dhe vërtet, domethënë, liria është në vetvete, është një fjalë shumë e bukur. Dhe nga ato që kam shfletu kohët e fundit, mjafton që një femre të një bilioneri që i ka të gjitha gjërat, ti thuash dëgjoj, se ti ke nevojë të trajtohesh më mirë dhe ai burri ta dredh ty, që ta xhbësh atë femër. Është trik psikologjik, domethënë që ajo marrëdhënie mos funksionojë më siç ka funksionuar. Mjafton kaq ti thuash një femër. Edhe sikur ti thuash mbrapa u talla, sa i ka hyrë krymin. Bravo. Tani po dalim ke pjesa tjetër, ke pjesa e lirisë. Çfarë vura re nga vitet 90-91 që ku ndodhte një krim në rrugë. Liri ishte që si mund të them, ai mund ta vjedhte atë. Dhe nëse s'kishte dëshmitar, ose nëse ai kërcënonte dëshmitar, ai nuk u dënonte. Pra, liri në fakt nuk ishte për njerëzit, për 90% popullsisë. Liri ishte dhe është vetëm për krimin. Dhe më e bukur është që 90% e popullsisë ngrihet që të ketë liri krimi. E kupton se sa i manipuluar është njeriu? Por shembull, po të thon ty, dëgjoj, ne do ngrihemi që policia në rrugë mos të ketë të drejtën të kontrollojë makinën tënde. Mos të ketë të drejtën të shohë telefonin tënd. Mos të ketë të drejtën të të pyesë ty se ku e ke blej këtë makinë. Gjithë ngrihemi apo jo? Ha? Po. Është drejta jonë. Por ti dhe unë dhe tjerë kemi një kontratë që kemi blej makinën 100.000 lekë, 1 milion, 5 milion, 10 milion. E kemi këtë. Pra kemi edhe gjëra mrejnë që janë mëse normale, s'ka se lloj gjë ilegale në makinë, apo jo? Dhe nëse ai kontrollon mua, kontrollon ty, kontrollon edhe 5 vetë tjerë, ke 6 do gjej atë që ne na cënon jetën tonë përditshme. Pra mund gjej automatik që mund të gjej dikujt të vret dhe ty, ose mund gjej drogë që dhe ashesi fëmijës tat. Po jemi ne të dy që do ngrihemi që kundra policisë na kontrolloj makinën tonë. Më kupton? Si sa interesante është psikologjia tonë. Dhe këtë vura re si liri të viteve 91. Dhe aty e kuptova që ishte një shaka shumë e bukur njerëzore. Për shembull, ose ishte një gjë tjetër që është një ndër krye veprat që është gjynaf mos të bëhet kështu, si më thënë, pjesë dramatike. Do dilte top. Minatorët më ishin nga 14.000, 15.000 lekë në vit. Punëtorët, ato fëmijët e tyre ishin më të privilegjuar se fëmijët e komunistëve. Pra, nëse ai dilte Rogan Beruz ka qenë 16.000 lekë. Pra, nëse ai dilte fëmia që ta flasim tamam, nëse fëmia ti dilte me notën 8 dhe ti dilje me 8.5, ai fëmijë do shkonte përpara teje në universitet. Do kishte gati 3-4% të vjetat më avantazh se ty, fëmia e minatorit, për të shkuar në universitet. Ushqimi, veshja, njërin tjetër siç ishin, më të privilegjuar. Fjala atyre ishte ligj. Po të thoshin ata, jemi në kushte të këqija, direkt shkote një nga komiteti qendror, nga byroja, aty mrend kuptoheshin si do lëvizishin gjërat më parë. Drejt. Pra, gati më të privilegjuarit. Do ngrihen edhe për drejtat tona dhe u futën e bllokun minierat. Si në Kili. Ishte i vetëm një produkt që esë në fakt në atë kohë. Make the economy scream, pa ne po them që është një njëjti plan. E bllokun ata. Ne do fitojmë drejtat tona. Netën dhe i fitun arin. Do të them Florinin. Këto do të them dorën pa punë,
familjet ju shkatrun. Sot marrin 250.000 lekë, Bravo, familjet ju shkatrun, minjerët ja u morën tjerët. Më kupton? U të marrova ku lëdova, do të thënë, marrin 250.000 lekë në atë kohë shokët e mi që kishin marrë gjallë minjera, thoshin që harrit edhe 20.000 lekë rroga një minatori. Kishte rast. Pra, nuk e kam hallën keminatori jonë ose keminatori i Jugosllavisë. Tash një fjalë se ke një orë që po fletë bursë. Psikologjia. Ta themi edhe ndonjë fjalë që sa merr dhe sa ashtu. Po merr më jashtë masa merr. Okej. Meral, më dëgjon? Po, dëgjoj, po pres ta vazhdosh pyetjen. Të duket normale kalimi pushtetit nga Sali Berisha te Argita Berisha? Se Amaridon ka nostalgjit madhe për kohën kur zoi komunizmin, nuk pusho. Në fakt, unë nuk e dija këtë pyeta Amarildon para programit pak për këtë temë, kështu që nuk jam shumë e updatur, po më duket e guximshme si veprim dhe jam shumë kurioze ta shoh. Unë do të thënë ajo nuk ka pas mos gaboj burri i saj ishte ai që morën në pyet mos gaboj apo jo, Vëndri. Ky është? Po burri i saj. Po pra. Po ai është, burri i saj. Ka mbaruar pyetjet ai? Jo, si ka marrë. Më duket veprim. Është thjesht në arrest shtëpijet, është thjesht në arrest shtëpijet. Nuk s'kam çfarë them rreth kësaj teme dhe do e ndjek me shumë kuriozitet. Në anglisht se merresh një lloj guximi i tillë. Po jo, është shumë bold edhe mund duket unë vërtet për veprime bold, janë shumë fantastike, kështu që ta thash me shumë kuriozitet do e ndjek. Amarido, rezultati del që ti 90-ën ke kërku dhe gjithë jetën të rinin tënde para 90-s ke kërku kështu del që të bëhet Argita kryetare e PD-s. Po kur thonë atë Saliun e solli ky Ramizalia, një idiotizëm tjetër. Po çfarë është dhe i tjetër? Okej, kështu do jetë edhe titulli i emisionit, mos ki frikë. Saliu e solli Ramizalia, bravo. Sepse në fakt ky është thelbi. Nëse vendosja e Argitës ka lidhje po me atë që thua ti që se ka prur Ramizalia apo e ka prur Serbia? E ka prur Serbia dhe në atë kohë UDB-ja bashkëpunoi shumë ngushtë me CIA. Jashtë masës, sepse janë gjëra që ata nuk i fshehin me një tjetrën, se e bukura e gjithë konkluzioneve që mund nxjerr është sepse unë nuk kam lexuar vepra komunistësh. Se çfarë shkruajnë komunistët. Unë kam lexuar çfarë shkruajnë për shkak të aciditetit, abrazivitetit që kishte me sistemin. Të gjitha konkluzionet që më kanë dalë mua, më kanë dalë nga çfarë unë kam pa nga antikomunistët. Nga antikomunistët. Sepse ata e nxjerrin. Për shembull ishte një video shumë e shkurtër, edhe e bukur. Ndoshta ky do ishte fillimi i programit, ishte më i bukur akoma, po do na mbyllshin programin. Të Sorosit, që i thanë, një gjë tha, veprimi jot tha ka qenë tha në filan vend, Rusie me radhë, domethënë ti ke qenë dora. Po, njeriu që ka bë gropat ekonomike i ka shkatruar. Shkatroi 4 dragojnë të Aziz. Unë tha, është përgjigja vet. Unë tha, nuk më interesojnë ato tha pasojë sociale që sjell. Unë jam për të shkuar për të marrë fitimin tim aty. Dhe Mosër. Po, është Mosër. Po, bravo. S'ka vënë dyshim as zot as i gjotha kjo është. Dhe po ta shikosh, është pikërisht Sorosi që nga 90-ta që ka solli këtë kulturën, sepse e kemi thonë. Ka qenë fondacioni hapur, një ndër të parë për shoqëritë e hapura. Pra e kemi thonë dikur përpara që mjafton 5% e popullsisë dhe ti mund të përmbysësh çfarë do lloj kombi, nuk po them shteti, por çfarë do lloj kombi. Se këto nuk janë përmbysje shteti. Këto nuk janë përmbysje qeverish. Këto janë përmbysje kombesh. Këto dua të ndaj. Dhe kush merr do më thënë atë knajsin që ka përmbys kombin, dhe ta marrë, thotë, unë kam qenë ata që më kanë përdor si kavje, të ngrit gishtat e të bo si gjoja, si kur disha në gjo, a më kuptove, dhe unë jam aji, po të them që je kavje, më kuptove, kjo është që ke qenë, dhe nuk ka respekt, aji që të ka përdor nuk ka respekt për ty, biles, ke për të ngrim të shame në koment. Jo më tani, aji e shef me knajsi, me një whisky të vjetër, dhe thotë, e shef të thotë, unë të dhe kom po. Shi që ka latë, shif që këtë, e ngrezoni, ja të rego grus. Ose dashnore, 20 vjetë më të vogët. Shivet, një gjomë. Amarito, e fundi që duha të shtoj është kjo. E di që kam pa tani?
që është e dhimbshme, që shumë nga figurat që kanë dhënë dorë gjoja në politikën e 90, 91, 92, 93, kanë pas tragjedi të jashtëzakonshme në familjet e tyre. Duke pas fëmijë me drogë, fëmijë të marrun, vdekje, kanseri e gjona nga këto. Dhe që ndonë se ka ardhur për te i nëmave se ka marrë nëma. Jo, është sistemi që këta ka ndërtu dhe kjo më pëlqej, pa ne thashtë që duhet shkryt. Sistemi që ky ka ndërtu, ky është kriminali fëmijës vetë, nuk e di jam këto. Dhe tani ka frikë ndoshta të futet në atë koshiencën e vetë atë thotë, unë e vrava. Dhe vazhdo hamut për komunizm, nuk e di jam këto. Po në fakt ti e vrava. Ti dhe lek ati, ti dhe makinën ati, pa meritume, pa gjo, vetëm se, da më thënë gjoja deshe më tregu që dishe diçka për politikën, apo për komunizm, arzove ti komunizm, arzove diktatorë më tegët ti. Po që ke bo në fakt, ato i ka rësu tjetër kush, leja ty në atë, ti që ke bo, ke vraf min tatë. Ti nuk je do të gjysh sot, prej veprime që ke bo ti. Leja ta. Shpresoj të kishim një emision me humor, sepse politika shqiptare është bërë, në fakt doli një analizë tragjike, më thënë drejtën, dhe ashtu është. Neve sot kemi një vend ku dikur prodhoi pleu azotik, sot nuk prodhohet më, prodhoi superfosfat. Nuk më intereso asnjë nga këto, një vend që shkatru familjen. Edhe kjo. Një vend që njerëzit, do më thënë jo njerëzit, shtetet fusin duart pa teklif të morin forcën punëtore, ose të morin çfarë kenë mundësi, ose të komandojnë në mënyrë jo, sot po shikohet se si po na e marrin në mënyrë të paskrupull forcën punëtore, po na e grabisin. Po, ashtu e kanë grabit gjatë gjithë kohës, po tash duket se jemi bërë me esull neve, prandaj. Jo, se jemi bërë me esull, po format e tyre kanë mbaruar. Do më thënë, ato janë në degradim komplet. Kështu që është mënyra që të dalin akoma më hapur. Më sfaqatur. A mund të shtoj vetëm diçka të vogël? Yes, shqyre. Vetëm një pikë. Atëherë mendoj që, sepse jemi dhe drejt fundit programit, dua ta mbyll vetëm me dy pyetje për personat që do e shohin programin. Nga studime që unë kam bërë, Shqipëria kur ra komunizmi ishte një vend që kishte shumë fabrika, pra vetë funksional, ishte edhe një vend me zero borxhe. Pra ne ishim një nga të vetme vende që kishim zero borxhe. Çfarë dua të pyes njerëzit ose dua që të mendojnë është sot nuk e di sa vite është bërë? Sepse themi 30 vjet, 30 sa është bërë? Ku jemi tani? A ka progres nga këto dy pika, nëse këto dy pika janë përmirësuar, atëre jemi shumë mirë. Po vetëm këto dua të krijoj një lloj imazhi të vendit ku ishe. Pra themi ti fillove në zero, pra nuk ishe as borxhe as gjë, ndërto diçka të bukur. A është ndërtuar? Kishe 99% forcës të studentëve që dilin nga shkolla të aftë për punë. Sa përqind i ke sot të studentëve që sot 83% nuk arrin të kuptojnë çfarë shkruajnë dhe çfarë lexojnë. Sa bebe lindin në vitet 90 dhe sa bebe lindin sot. Po të shohësh vetëm këtë shifër, e kuptoj që me 8 vjetor ti duhet ngresh atë shtizën, gjysë shtizë, që është e flamurin gjysë shtizë. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm Shqipëri, po gjithë Europa po ha vetën. Dhe nëse s'doni muzeum, mos u zgjoni. Mua, arsye pse u futa në një program tillë është që shpjegoj gjithë jetën time ose çfarë un kam parë, jo jetën time personale, se si unë kam parë këtë botë, si po influencon tek ne. Ca herë me humor, ca herë me trishtim, ca herë me revolt. Nga një herë humori është mënyra më direkte e transmetimit të gjërave, kur madje Voltaire ka thënë që autoironia është kulmi i inteligjencës. Dhe gjithsesi në fakt doli ashtu siç ti e mendon, një analizë të 80-torit, jo tamtame me tumtume, por realiteti ku jemi sot në 80-tor, jemi me një popull të plakur, jemi një vend thjesht agrar, nuk ka më industri Shqipëria, mos harrojmë që dikur kemi qenë industrial agrar, jemi një vend pa ushtri, jemi një vend pa shërbim sekret. E di çfarë pashi gjë interesante. Në fakt, kjo është një analizë që
neve nuk rëzuam komunizmin në datën 8, ne rëzuam indin e shtetëformimit në datën 8. Rëzum kombin. Rëzuam kombin. Komunizmi mund të ikte edhe në një formë tjetër, mund të ishte i hikur. Ishte i hikur. Ata donin ta lëshonin. O no merre, pse kush nuk donte, më fal. Kush nuk donte një makinë, për shembull qoftë dhe i komunist, apo punoi 6 orë, thoshte, më fal, 8 orë. Ço mos mor makinën unë. Do mosh ti, do mor makinë. Po do e mbyll me një gjë shumë bukur që e pash sot. Do ta mbyllim. Pyetën një bilioner. I tha, ke 2 vajza, i tha. Do i uroje të ishin të lumtura? Apo çfarë? O, tha, do i uroja të ishin produktive. Nëse nuk janë produktive, tha, dhe po të kenë makinë, dhe po të jenë pasura, dhe po të jenë, si mund të them, në vendet më ideale të botës, nuk do jenë aja të lumtura. Nëse do jenë produktive, tha, do mundojnë të ndihmojnë shoqërinë rreth tyre, në atë moment do jenë të lumtura. Kështu që e vetmja gjë, tha, që i uroj atyre është të jenë produktive. Dhe tha, po për njerëz të palumtur, tha, çfarë këshilla ke? Të bëhen produktiv, tha. Dhe po të shikosh sistemet, nemi na u tha që individualizmi, ose si mund të thënë ty, na bën më të mirë. Po të shohësh një të pasur, ka një shtëpi me 20 dhoma, është tek pulla, as grunse do afër. Okej. Ta mbyllim. A mbyllim? Meral, ta mbyllim. E mbyllim natën. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim. Na shani sa më pak natën. Mirupafshim.